Bashkinë Rroguzhin në këmbim të votës. Edhe në zgjedhjet e 14 majit, Memolla fitoi zgjedhjet me vetëm 21 vota, por për shkak se opozita kundërshtoi pjesëmarrjen e të burgosurve në proces, zgjedhjet u përsëritën. Por edhe në 23 korrik, ai rifitoi, duke thelluar rezultatin me rreth 1500 vota më shumë, kundër Shkëlqim Hoxhës së koalicionit Bashk Fitojmë.